Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doni kujtesë më të fortë edhe pas të 50-tave, hani këto ushqime dhe do habiteni me rezultatin. Ju ndodh shpesh të harroni ku keni vënë çelësat e shtëpisë, makinës, telefonin apo syzet, ndonse më pas shikoni se i keni në dorë. Kujtesa e dobët është një problem që prek miliona njerëz në botë dhe që në përditshmëri mund të jetë me të vërtetë një kokçarje. Problemet me kujtesën janë gjithnjë në rritje me kalimin e moshës. Ato ndikojnë dhe nxiten nga problemet me gjumin, stresin, depresioni, mungesa e vitaminës B, tiroidja, alkooli, duhanpirja dhe ilaçet. Në rastet më të rënda, kujtesa e varfër nxitet edhe nga skleroza apo sëmundja e Alzheimerit. Në këtë video ne do të trajtojmë problemet më të thjeshta me kujtesën, të cilat nuk kanë të bëjnë me këto sëmundje. Sëmundjet e rënda të kujtesës kërkojnë një trajtim të specializuar mjekësor dhe jo thjesht kura natyrale që mund të përgatiten në shtëpi. Këtu ne do të zbulojmë ushqime të cilat ju nevojiten për një mendje në formë. Bajamet për kujtesë të mirë. Bajamet përmirësojnë gjithashtu kujtesën tuaj dhe njëkohësisht forcojnë trurin dhe fuqinë e tij. Ato janë të pasura me antioksidantë dhe acide yndyrore omega 3, të cilat janë fantastike për kujtesën dhe për shëndetin e syve. Zhysni 5 deri në 10 bajame në ujë dhe të nesërmen ngrijini në mikser pa lëkurën. Masën e përftuar më pas merreni dhe zgjeni atë duke e bashkuar me një gotë qumësht. Shtoni mjaltë dhe pijeni çdo ditë për 30 deri në 40 ditë. Nga ana tjetër, rozmarina shërben për një kujtesë të mirë. Kjo bimë fantastike është ideale për kujtesën dhe për trurin. Zgjini një tufë rozmarinë në ujë për 5 minuta, kullojeni lëngun dhe shtoni mjaltë. Pijeni çdo ditë për 3 deri në 4 javë. Ju mundet që të përdorni edhe vaj esencial të rozmarinës duke e nuhatur atë çdo ditë, pasi sipas studimeve të fundit është zbuluar se edhe vaji i rozmarinës përdoret për të përmirësuar memorien dhe për të rritur përqendrimin. Vaji i peshkut. Suplementet me vaj peshku përmirësojnë kujtesën dhe funksionet e trurit. Acidet yndyrore tek vaji i peshkut parandalojnë formimin e pllakave të trurit që kanë lidhje me sëmundjen e Alzheimerit. Merrni 600 mg vaj peshku çdo ditë. Ushqehuni rregullisht sa të keni mundësi me salmon, sardele, hareng dhe skumbri. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit siç janë boronica, qershi dhe manaferrat janë një burim i shkëlqyer flavonoidësh që përmirësojnë funksionin e trurit dhe kujtesën. Konsumojeni ato rregullisht që të merrni vlerat më të mira. Ndër ushqimet e tjera më të mira për shëndetin e trurit sipas të dhënave janë avokado, panxari, lëngu i kockave të mishit, brokoli, selinoja dhe gjithashtu mjaft fruta dhe perime të cilat ju duhet i përfshini në regjimin tuaj ushqimor për të qenë sa më të shëndetshëm. Shëndeti i mendjes bazohet ndjeshëm në një regjim të pasur ushqimor me produkte të cilat stimulojnë çdo qelizë të tij. Këtu ju do të gjeni një listë me vitaminat më të mira, të cilat e fuqizojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe performancën tuaj mendore. Këto janë vitaminat më të mira për trurin. Vitamina A. Të gjithë njohin vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë është thelbësore për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Vitamina A zgjeron aftësinë e mendjes dhe të sistemit nervor. Ajo përmirëson ndërlidhjen mes zonës së kujtesës dhe mësimit dhe zonës së qelizave. Kjo vitaminë shërben edhe si antioksidant, një mjet i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të vitaminës A janë spinaçi, pjeshka, mëlçia dhe kajsit. Acidi folik
Është një nga format e vitaminës B9 dhe mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik forcon kujtesën afatshkurtër dhe vigjilencën dhe largon amullinë në veprime dhe letargjinë. Disa prej burimeve ushqimore më të pasura me acid folik janë barishtet, thjerrzat, fasule dhe bishtajoret. Vitamina B6 është një vitaminë e kompleksit B e cila është e dobishme për një kujtesë të fortë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë pjepri, mishi, dritrat e pasuruar dhe fasulet. Vitamina B12. Kjo vitaminë është jetësore për shëndetin e qelizave nervore. Ajo mban të paprekur mjelinën e cila mbulon fibrat nervor dhe lëshon impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë kjo vitaminë parandalon sëmundjet e trurit. Vitamina B12 parandalon depresionin dhe luhatjet e humorit dhe rrit vigjilencën. Ajo parandalon humbjen e kujtesës. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derrit, shpendëve dhe viçit. Ju mund të përdorni edhe suplement të vitaminës B12 në farmaci. Të dhënat tregojnë se spirulina është e pasur me vitaminën B12. Vitamina C. Radikalet e lira janë një rrezik madhor i qelizave të trurit. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmin e këtyre radikaleve është marrja e antioksidantëve. Vitamina C luan këtë rol shkëlqyeshëm dhe siguron shëndetin jo vetëm të trurit, por edhe të sistemit imunitar dhe zemrës. Burimet më të mira të vitaminës C janë agrumet dhe bishtajoret. Vitamina D ndihmon shëndetin e qelizave të trurit dhe mirëmbajtjen e tyre. Burime të mira të vitaminës D janë shpendët, mishi i viçit, mëlçia, djathi, peshku e të tjerë. Vegetarianët mund të konsumojnë kërpudha që përmbajnë vitaminën D2, një formë e vitaminës D. Drita e diellit është gjithashtu një burim i mirë i kësaj vitamine. Vitamina E. Kjo vitaminë mbron qelizat e trurit dhe nervave nga dëmet të shkaktuara prej radikaleve të lira. Ajo ndalon ose vonon progresin e sëmundjes së Alzheimerit tek të moshuarit. Patatja e ëmbël, barishtet, dritrat dhe arrorët janë burime shumë të mira të kësaj vitamine. Gjithashtu ju mundet që të përdorni edhe reduktimin e inflamacionit fal vitaminës B3, e cila do të japë të gjitha energjitë e nevojshme për mirë funksionimin e trurit dhe të gjithë energjinë e organizmit. Vitamina B5 është helbësore për krijimin e një përbërje molekulare të quajtur koenzima A, e cila ndihmon enzimat e trupit tonë të ndërtojnë dhe të shpërbëjnë acidet yndyrore për energji. Vitamina B3 ose niacina nga ana tjetër mbështet shëndetin e përgjithshëm të trurit dhe sigurisht duhet të dini se vitamina B12 është një ndër vitaminat më të përhapura që përdoret për përmirësimin e trurit, forcimin e tij dhe gjithashtu parandalon të gjitha çrregullimet që truri jon mund të pusojë me kalimin e kohës. Ushqimet me vitaminën B12 janë sardelet, salmoni i egër, dritrat e plota, qumshti, kolsi, djathi i bardhë dhe vezët. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni regjime ushqimore të pasura me mish pasi e zvogëlojnë përthithjen e vitaminës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.